tani këtu në studio është kompozitori I njohur shqiptar Reshat Randobrava. Faleminderit shumë që erdhët në studio. Faleminderit juve për ftesën. Po drejtohem me Baci Reshat, se vetëm Reshat ose Reshat Randobrava, po m'duket që ne si fëmijë, un kam parasysh Randobrava, Reshat Randobrava, Akil Kocin, dhe shumë kompozitorë të tjerë, që I kanë bëndo vite tani. Edhe si fëmijë thonin, po, është këngë komponuar nga Akil Koci, nga Reshat Randobrava dhe sa kompozitorë të tjerë të asaj kohe. Vërtet neve, Baci Reshat, jemi të nderuar fort që të kemi mysafir sot këtu tek Mesdita në RTK Radioni, për të folur për edicionet e dikurshme të akordeve të Kosovës, pse jo për të bërë edhe një lloj krahasimi me këto festivale tashmë të kësaj kohe moderne. Edhe të flasim pak se si është me jetu me muzikën, një jetë të tërë ke jetu me muzikën. Sot je 87 vjeç. A thu do ta arrim ne në moshën tënde? Edhe je shumë mirë. Kush më 87 vjet? Jo Maria, po çfarë të 87? Veç numër është kjo, veç numër. Për akordet e Kosovës, çka mund të them unë juve? Akordet e Kosovës janë mbajtë rregullisht. Në të vërtetë akordet e para të Kosovës janë mbajtë në 1963 në Zveçan të Mitrovicës. Edicioni I parë 1963. Nga regioni mandej. Kemi ditë. Mandej akordet janë transferu në Prishtinë, janë mbajtë rregullisht deri në vitin 1990. Janë mbajtë akordet e Kosovës, domethënë 1990 akordet e fundit në institucion janë mbajtë këtu ku jemi ne. Këtu ku jemi ne tash. Mirë po, ndërkohë prej 90 deri në 2000 deri pas luftës. Para luftës, janë mbajtë akordet edhe një herë. Veç edhe një herë, në këtë periudhë kohore. Edhe një herë, po, edhe ato jashtë institucionit. Domethënë, në kuadër të institucionit deri në 90-shin, masi që e lam punën, domethënë në 90-shin e lam me 5 korejke e lam punën, akordet e Kosovës janë mbajtë edhe një herë 97-shin. 97-shin janë mbajtë. Jemi organizuar disa vetë kështu, domethënë art dashësit, edhe është mbajtë 97-shin me ndihmesën, atë duhet ta ceki se kemi pas ndihmën financiare atëherë prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, respektivisht prej profesor Latif Berishës. Kjo e vitit 97, kjo edicion që u pat realizuar atëherë, po besoj që kanë ngjasu me mënyrën e realizimit, organizimit viteve 70, 80. A ka qenë pak më ndryshe, a ka qenë shumë më zbet, ka qenë pak më ndryshe, ka qenë mirë po është mbajt festivali. Kjo ka rëndësi që është mbajt. Po, konkursi është shpall, këngëtarët janë ashtu, zgjedh, mirë po dallimi prej 97-shit në krahasim me ato të deri në 90-shin ka dallim sepse për herë të parë u mbajt festivali ka shkur gjysmë playback. Domethënë materiali është incizu në studio edhe këngëtari ka shku. Si dikur mbashin live apo jo? Live. Fillimet kanë qenë live, fillimet vitet e para. Po, atëherë u mbajtë në këtë mënyrë. Domethënë, unë akordet I kam dëgju kështu, të spjegu të tjerët për akorde. Ka qenë një prej festivaleve që po tentoj me përsëri tash me festivalin e këngës me u përafru, kogja mirë me afru me festivalin e këngës, pa akordet ka qenë kogja I famshëm si festival. Po, akordet janë mbajtë tri mbrëmje kanë qenë në vërtet. Ka qenë matinea për fëmijë, mbrëmja e muzikës popullore ka qenë edhe mbrëmja e muzikës së lehtë. Po, ose argëtuese, zbavice që qonin, po. Atëherë në ish Jugosllavi çdo republikë ka pas festivalin e vet, pra neve kemi pas akordet e Kosovës. Akordet e Kosovës e kemi pas.
Baci Rashat, gjatë organizimit të festivaleve Akordet e Kosovës, juve keni komponuar shumë këngë për shumë këngëtar, apo jo, që kanë qenë pjesë e këtyre akordeve? Po, unë nuk kam do opus të madhe dhe kështu kam Po si s'keni ju opus të madhe tani? Një numër të caktuar të këngëve kështu, të muzikës së lehtë, edhe këngë për fëmijë, janë diku rreth 200 ose 200 këngë. 200. Edhe duken pak këto 200 këngë. Po, kolegët e mi kur deklarohen për numrin e këngëve, ata e kam pak më të lartë se unë nuk e kam baq. Cilët ishin ato këngëtarët më tepër të preferuar të asaj kohe, për shembull, që juve kishit më për zemër që të këndonin, si më thonë, këngën që ti e ke komponuar. Po, këngët e mia kanë këndu të gjithë këngëtarët edhe këngëtaret në atë kohë. Nejmia ka këndu këngët e mia, ka Vera Uruçaj, Bedri Islami, Sabri Fezullahu, në kohë Sabri Fezullahu, mirë po, Sabri ka fundi mla. Shkoj te Musa Piperku. Jo, bëj shaka tani. Jo. Hiç shaka, mos bëri ju. Jo, e keni vetë vërtet e keni po. Shkoj te Musa, po në rregull jemi. Po, ai që shkoj te Musa ka qenë ndërkohë ka qenë edhe imi deri diku. Po prandaj më sa e thash më. Mirë po, kur nuk erdhi me këndu shansonën time në Rogashka Slatin në Sloveni, çatëre ti pak u hidhrove në atë. A u hidhrove me Sabrion atëra? Ja, pak. Jo, okay. Jo, unë s'jam i në Sabrion. Kemi një dëgjues që po shkruan, thotë ju përshëndes, jam duke ju dëgju. Deshta të pyes Bacin Rashat në vitin 97, kam qenë mi dëgju si fëmijë. Deshta më ju pyet, a është mbajt në ballatin e rinis në sallën që është djegur? Domethënë 97-s atëherë. Aty që kanë mbajt, se ku pas ka qenë aty. Në sallën ku po marrë tash. Është Milan Makulli që është po, aty është mbajt. Po ajo sjell u djeg ndërkohë. Po, edhe Milotin dëgjuesin tash e kthym në vitin 97 kur është mbajt ky festivali. Po. Kështu që sa mirë. Po tash duhet të them unë që kam marrë probleme në Akordet e Kosovës, po edhe në 97-shin kam marrë vendin e parë. Cila ishte kënga? Kush e këndoi ndjeri tash mos ma thuaj këngëtari? Cili? Fituesi i 97-s. Kush ka pas dal? Bedri Islami ka këndu këngën. Bedri Islami. Apo të kujtohet titulli i këngës që ne po e kërkojmë prej dëgjuesve? Kujdes mos ma thuj, vetëm thuj që po të kujtohet ose jo. Në vitin 1976 ka qenë Sabri Fezullahu që ka këndu një këngë, ka qenë veç pjesëmarrëse. Nuk ishte kënga fituese, po do të vlerësuar atë pa. Edhe ne po kërkojmë titullin e kësaj këngë Sabri Fezullahu 76. Diçka me vjesht ka të bëj. 76. Veç kujdes. Kujdes se çka po thu me vjesht diçka ka të bëj. Po të kujtohet pak. Derisa të mendohesh ti, po thot një dëgjues, titulli i këngës Vjeshta solli ndjenja në tërës Oscar. Jo, aty afër je. Nuk e të edhe vjeshta na vërshoj, jo s'është. Teksti është i Rifat Kukajt. Ky që po dëgjon tash. Po çfarë që po ashtu. Tash. Jo, okay, nuk e zbuloj me emrin. Se bën bërë shumë ja po. Janë bërë shumë. Ti je shumë mirë se ne po harrojmë sot. Tani, okay, e dëgjojmë këtë këngë të vitit 1976, ne që po flasim për Akordet e Kosovës, dhe duam tani Baci Rashat të bëjmë një dallim ose të bëjmë një krahasim të festivaleve që po organizohen tani. Edicioni i parë, i dytë, si vjet kemi edicionin e tretë të festivalit të këngës në RTK me Akordet e Kosovës. Dikur gjithmonë duke patur parasysh edhe ndoshta ndrimin e zhanreve të muzikës, sepse tani se dim duket muzika ma moderne mua. Po. Pa melodi fort ose pa poezi fort. Ka dallim prej atyre këngëve që kemi pas neve në Akordet e Kosovës, prej këtyne tash që po këndon. Respektivisht, mas 2000-shit filloi ky trend. Neve
kemi kompozuar atëherë këngët në bazë të teksteve të botume. Unë fjala vjen për këngët e mia, kam shfrytzu tekstet poezit që kanë qenë të verifikume, të votume, pos asaj kam pas edhe 2 persona që kanë shkru enkas tekste për këngët e mia. Rifat Kukaj, Indier, dhe profesore Enver Gjergjeku. Enver Gjergjeku. Mandej ka qenë këto që kanë shkruar këngë, pa ato që kanë kënduar për mëndë Sabri Fezullau, Nexhmia Pagarusha, por dhe këngëtarë të tjerë sigurisht, që i kanë kënduar këngët të tua që i keni kënduar, pa. Po. Më thonë prej këngëtarëve të gjithë ata që kanë këndu muzikën e lehtë, kanë këndu këngët e mia. Po, mas Sabriut që një kohë gjatë ka këndu këngët e mia, Bedriu ka vazhdu mandej. Bedri Islami. Bedri Islami ka vazhdu deri në në fund të vitit 90 ta marrëm, po. Fund 90-tave, po. Po tani në këtë kohë a ke mundur të përcjellësh edhe këngët, por edhe organizimin e festivalit? Sidomos po flasim për festivalin e këngës në RTK që po duam që ne brezi mesëm tani të kemi një festival po kaq të mirë siç ishin akordet e Kosovës dikur. Mirë që mas 20 kusur vjetëve i ka rënë mend dikujt që me bo festivalin e këngës në radio, po nuk është mirë që akordet e Kosovës janë harru. A nuk mundet festivali i këngës në Radio? Ka mujtë një mbrëmje me qenë akordet e Kosovës, fjala vjen, po edhe një mbrëmje me qenë kënga për Eurovision. Edhe pse neve atëherë produksioni muzikor ka qenë edhe një kërqirë. Këtu janë mbajtë Eurovisioni i atëhershëm, është mbajtë këtu në Prishtinë. Në Prishtinë, po. Veç si vjet edicioni i 3 i festivalit nuk i ka harru akordet, se është një çmim, po më duket që jepet në emër të akordeve. Ka me pas të ftuar aty, ka me pas mysafir aty, siç më ka thënë edhe drejtori i televizionit Rilin Gërvalla këtu në studio kur kam pas më herët. Edhe që është drejtori i festivalit, do të bëhet një lloj ndërthurje që edhe ti vetë si shikues edhe unë edhe ne të tjerët do ta shohim në edicionin e 3 të festivalit, që do të përmenden akordet që kanë më u kujtu akordet, thuajse çdo vit në festivalin e këngës. Do të përmendem. Si vetë kemi risi, po prandaj. Kështu që do ta shohim bashkë, Madje do të ndahet një çmim duke kujtuar festivalin kaq të rëndësishëm të akordeve të Kosovës që janë mbajtur për shumë vite. Thatë në vitin 1963 edicioni i parë dhe pa ndërprerje në vitin 1990. Janë shumë vite ato. Akordeve të Kosovës. Patjetër. Kështu që interesante prurjet e reja të këngëtarëve në festivalin e këngës. Edhe në edicionin e parë, në edicionin e dytë, edhe të shohim tash në edicionin e tretë se çfarë do të ketë prej këngëtarëve. A i keni përcjellur edicionin e parë dhe të dytë dhe a ju pëlqejnë këto këngë që po prezanton, këto këngë moderne? Edicionin e parë dhe edhe të dytë. Po na thuaj hapur. O ku qalojmë që ne të përmirësohemi këtë drejtim? Po vjen kesh. Jo. Po vjen kesh. Po vjen kesh. Po unë festivalin e dytë e kam lëshu kështu demonstrativisht. Sallën. Po pse? Nuk pëlqej diç apo? Jo. Jo. Dëgjova që këngën e Rashid Krasniqit pas ka bo dikush tjetër. Që nuk është e vërtetë. Duhet me pas kujdes aty. Po mirë, ka qenë gabim ndoshta eventual që ka mujt më ulshu. Edhe Eliru Callën. Po, Eliru Callën. Se shiqoni, është djenjë jashtëzakonisht e keqe kur njeriu hyn në sallë diku me ndëgju koncertin edhe paraqitet dikush këngën e juaj e ka përvetësu dikush tjetër për shembull. Se kush e përvetësoi? Apo kanë gjak këto sende. Kanë gjak dhe përpara, do të është një lloj si kopie, nuk është origjinale. Kanë gjak këto sende. Kanë qenë ato gala koncertet mas lufte me një herë këtu mbanin mend në i mbanin shumë mirë, po. Mbanin mend? Po. Aty ka ndodhur.
profesor notat e muzikës ka pak nota, edhe s'kan faj se këta të qa të sillen. Shikon, këta të rit të sillen, jo, këta të rit sillen aty, po ndoshta nuk e din që e kanë kopjuar edhe një komponim të këngës për shembull të zotit Rando Brava. Këto që janë kompozitor, kaq të mpret, i dallojnë këto ose është kopjuar, është vjedhur apo është kënduar. Po prandaj e thot të hapur Bacireshat. Duhet me përbend këtu se tash pa merak. Po. Ishte Shqipëni se kanë organizu në teatrin e Operës aty? Po. Teatrin kombëtar këtu, një mbrëmje me krijimtarin e Azrenit. Edhe profesor Agim Vinca thot është një mbrëmje tha që se do me ardhë. Do me ardhë, po mirë, thash, po vi. Edhe shkum bashkë me shoqen. E tash personi kryesor ishte që kishe organizuar mbrëmje kush ishte ai? Po, ishin të Shqipënisë ata. Po, ishin të gatshëm këtu me asi, po. Okej, po. Edhe e mora atë flet palosje thonë atje. Po. Edhe po lexoj flet palosje. Po thot këngën Okej. Ti me sy të zi, kompozuar nga Musa Piperku. Këngë që ju kishit kompozuar. Edhe unë e thash, është këngë ime? po, e thash personin që ishte kryesori aty, profesori ishte. Thash, zotin falni, po. Thash, sa mbajnë mend, se unë kanë qenë redaktor përgjes i produksionit muzikor, Musai ishte nalt. Po. Thash, sa mbajnë mend, Musai nuk ka shkru në tekst të Azrenit këtë këngë. Po e ka shkru kush e ka shkru? Thash, më falni, po unë kam shkru. Qenë ke ballavaçu edhe në Shqipëri. Do më thonë, në gjashëm qenë ke ballavaçu edhe në Shqipëri atje. Jo, të Shqipërisë kanë Jo, ata kanë qenë këtu. Kanë qenë në teatrin. Po, sorry, mendova që atje. Edhe unë po i them profesorit, më falni, profesor, unë jam. Jo, prandaj edhe një herë. Po do më tregu deri në fund, masi që ja nisëm këtë muhabet, po. Edhe tha po këngëtari që këndon këngën aty, tha ai na ka thënë neve që është kompozitor Musa Piperku. Po se cili është ai? Këngëtari ishte aty. Edhe shkum neve bashkë me profesorin te këngëtari, po thash, si është e mundën, thash kjo? Jo, tha, unë nuk kam thënë. Unë nuk kam thënë, tha. Pa i mbetet jetim tash, kush e pas ka thënë? Do më thënë, gjajnë këto sende... Gjajnë këto sende, Bacireshat po thotë duhet që jemi shumë konkret dhe preciz në përzgjedhjen. Ka ende sende, po nuk është mirë. Gradualisht kemi përmirësue neve, inshallah siç thonë sende. Në vitin 1976, me që përmendim këtë 76 apo 76. Me që përmendim vitin 1976, në këtë edicion të festivaleve të akordës, juve a keni komponuar ndonjë këngë të ndonjë këngëtari që u prezantua, që ishte 76-ën, po. Po. Unë besoj për çdo vit ke qenë, po. Ka marrë me këngën Buzliqenit. Buzliqenit? Kush e pat këndu? Sabri Fesullau. 1976, në Buzliqenit. Okej, mirë. Super, Ocarina Art. Ishin këto çmimet Ocarina Art që jipe, ja? Për vendin e parë. Po për fëmijë çfarë çmimi ndaj, edhe? Edhe për fëmijë. Edhe për fëmijë Ocarina. Edhe për fëmijë kam Ocarinën, edhe për muzikë lehtë. Sa shumë çmime profesor keni, sa shumë që tha më herët, sa shumë çmime ke marrë në krejt karrierën tënde. Kam mjaft, nuk po di. Kam mjaft. Po jo vetëm festivalin Ocarina, po mendoj jo vetëm festivalin Akordeve të Kosovës, se kemi patur edhe festivalet e tjera, Zambaku i Prizrenit, Kosovaria këndon. Ai ishte pjesë e këtyneve festivaleve. Po, edhe Zambakut kam edhe
Janë bë shumë janë bë. Mirë, derisa ti mendojmë, kemi edhe një tjetër telefonat, shohim apo e gjen. Mos më thuaj që ndali. Nëse 044432 a ke mbajt shënime gjatë këtij karrierës tënde? A i ke shkruaj disa të dhëna? Apo nuk është që ke shkruajt edhe shumë? Ja. Për shembull një libër, 2 libra, për biografinë shumë autobiografik. E kam unë një libër për... Po, një ide që ke, po. Cili do të ishte mesazhi, sugjerimi juaj edhe për ata që organizojnë festivale në këtë kohë, por edhe vetë këngëtarët që janë pjesëmarrës në këtë festival? Tash është pak vështirë me dhënë përgjigje për këto, po shiqoni, kohën tjera kanë qenë ato deri në 90-shin, prej 90-shit e ma të tje filloj një etapë kresisht tjetër. Neve, unë si redaktor përgjithësi i produksionit të muzikor, bashkë me bashkëpunëtorët e mi, producentët e mi, kemi qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm që një këngë kur të incizohet të jetë sa ma kvalitative, sa ma ashtu. Këto do duhet ta bën edhe ta. Këto duhet ta bën në vazhdim. Të vazhdohet në këtë ashtu. Thotë akordet janë bë më të mira atëherë kur Liliana Çingu dhe Recep Çeliku, valltarët e ansamblit të valleve në Tiranë pas kanë ardhur në akordet e Kosovës. A kemi patur në atë kohë apo s'kujtohet ty? Apo ndoshta mos i ka gatruar me ndonjë festival tjetër, zotëriu? Trupa e radio-televizionit të Kosovës, të Prishtinës, në Prishtinës. Shkoj në Tiranë për koncerte, ka qenë në Tiranë, ka qenë në Shkodër, po më këtë. Unë nuk kam qenë atje. Po trupa e radio-televizionit shqiptar një vjet ma vonë ka ardhur. 79-ën kanë ardhur. 79-ën kanë ardhur. Po çka ishte është më mirë ka qenë edicioni i vitit 1979, sa kuptuam ne, që me ardhen, po tashme që pas kanë ardhen 79 sigurisht, pas ka qenë njërë dhe festivalet më të mira, akordet. Kështu e mendon edhe? E mendon, po. Jo, s'kisha kur dhe janë Nese. Profesor, faleminderit. 77 kur janë mbajt për herë të parë. Akordet e Kosovës kanë dalë jashtë Prishtinës. Akordet e Kosovës janë mbajt në Gjakov. Në Gjakov, Gjakov 77-shin, edhe ai ka qenë festivali më i mirë sipas meje. Edhe dëgjosi tha që janë sponsorizuar prej vet. Do të thonë jo për institucionit, as i kanë qenë atëherë se. Sa mirë akordet e Kosovës pas kanë nisur në Zveçan në vitin 1963, janë mbajtur në Prishtinë, 77-ën pas ka shkuar në Gjakov, pas keni lëviz kështu duke i mbajtur, 77 Gjakov edhe 82 në Prizren. Në Prizren, sa mirë që edhe në Prizren. Profesor Samir që kishim këtu në studio. Prishtinës. Faleminderit shumë për kohën, inshallah sot të përshëndetin e takomi prapë. Faleminderit shumë.